Debati mbikëqyrës për shfrytëzimin e fondeve IPA u shndrua në një arenë përplasjesh me subjekteve politike pjesëmarrëse në debatin e Komisionit për çështje evropiane. Deputeti i PDSH-s Bekim Qoku pyeti ministrin e Drejtësisë që vjen nga radhët e BDI-s Blerim Bexhetin se sa i shfrytëzon ky dikaster fondet IPA në frenimin e drejtësisë raciste ndaj shqiptarëve. Ndërkohë Bexheti tha se do t'i përgjigjet me shkrim nëse do të gjejë ndonjë element që pyetja të lidhet me debatin e sotëm për fondet. Zakonisht të flitet për gjyqësi selektive, por unë e quaj një eufemizëm për gjyqësinë raciste që bëhet këtu në Maqedoni. Në këtë gjyqësi selektive unë do i përmend disa raste, për shembull rasti i Sopotit, Brodecit, Monstra. Pra në këtë drejtim se çfarë bëni ju në këtë, si shfrytëzohen ndoshta këto mjete për të ndryshuar këtë sistem drejtësie kaq të padrejtë. Do bëj përpjekje nëse do mund të gjej elemente që ka të bëje me temën dhe që t'ju përgjigjem me shkrim, edhe pse vështirë se do arrit gjej. Ju të nderuar deputet keni foltoren e parlamentit, në çdo kohë edhe mund diskutoni për gjëra që vetë i vlerësoni, po opinioni është ai që i vlerëson prononcimet tona publike. Do bëj përpjekje nëse do gjej për temën konkrete, edhe pse e them publikisht që fatkeqësisht nuk kishit diçka që ka të bëjë me debatin e sotëm. Në debatin e sotëm mbikëqyrës mori pjesë edhe kreu i Strumicës, i cili përmendi se komuna që ai menaxhon ka arritur të thithë deri në 12 milion euro fonde IPA. Por edhe kjo nuk ishte mjaftueshme për deputetët e mazhorancës, të cilët pyetën Zaevin se sa qasje kanë pasur firma që drejtohen nga të afërmit e tij në këto para. Opština Strumica dosega ima dobijeno grantovi od skupno vrednosti. Komuna e Strumicës deri tani ka marrë grante në vlerë prej 12 milion e 108.722 eurosh. Këto janë projekte të mëdha. Një projekt i rëndësishëm është rikonstruimi i 3 shkollave në Strumicë, 2 fillore dhe një e mesme. Janë edhe projektet moderne që kanë të bëjnë me sistemet energjetike në funksion të kursimit të energjisë, siç janë panelet diellore. Ndërtimi i rrugës turistike në lagjën Bansko, ku janë të vendosura disa hotele. Meqense përmendet rikonstruimin e 3 shkollave, vendosja e paneleve diellore në një shkollë fillore dhe rrugën drejt Banskos, pyetja ime është nëse në ndonjërin nga këto projekte pa dallim të procedurës dhe rregullave ligjore, a janë përfshirë ndonjë nga firmat që u përmendën në periudhën e kaluar. Tërgo Produkt, Bobi Promet, Elenica, Sarajevo Engineering, EB Steel ose Agroshpet. Vallë ndonjëra nga këto firma që ndërlidhen me persona të familjes suaj më të ngushtë, kanë marrë pjesë në projektet ku janë marrë mjete nga IPA fondet. Nito jedna od spomenatite firmi nema učestvuar na sitovi. Asnjëra nga firmat e lartë përmendura nuk ka marrë pjesë në këto projekte, të cilat janë në vlerë afro 12 milion e 100.000 euro. Përfshi edhe mjetet buxhetore në dispozitë të komunës së Strumicës. Asnjëra nga firmat që përmendet nuk ka marrë pjesë në pjesën e realizimit të këtyre projekteve. Pyetjet e llojit të tillë gjatë debatit mbikëqyrës për shfrytëzimin e fondeve IPA nxitën ndërhyrjet procedurale të disa deputetëve, sepse sipas tyre pyetjet e llojit të tillë humbin kuptimin e debateve mbikëqyrëse.